Zonja dhe zotëri, mirë se vini në Kubin Sportiv. Unë jam Drilon Xhebollari dhe në milë vazhdim do të jemi së bashku për cilë të kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Kombëtarja shqiptare arriti një fitore shumë të rëndësishme në transfert në Andorra, duke fituar me rezultatin 0-1 dhe siguroi për herë të parë në histori pjesëmarrjen në play-off të botërorit. Një sukses tepër i rëndësishëm i cili erdhi nga këmbët e Aslanit pas një asisi fantastik nga Myrto Uzuni, i cili i sapo futur në fushën e lojës bëri kamarierin duke shërbyer për mes fushorin e Torinos që dërgoi topin në rrjet. Me këtë rezultat, kuqezinjt siguruan pjesëmarrjen në finale në play-off, pasi edhe Anglia arriti një fitore të rëndësishme 2-0 kundër Serbisë, duke e bërë ndeshjen e radhës që Shqipëria do të luajë me Anglinë të rëndësishme për statistika. Megjithatë, për kuqezinjt vlen fitoria sepse në rast suksesi mund të ketë një kalim nga grupi i dytë, nga grupi i tretë në grupin e dytë. Silvinjo është faq shumë i lumtur për këtë fitore të arritur dhe vlerësoi dhe përgëzoi të gjithë lojtarët për performancën. Kjo fitore është për të gjithë, për 9 milion tifozë shqiptar. Jam krenar për lojtarët, jam realisht shumë i lumtur. Anglia arriti të shënojë vetëm një gol kundër Andorrës. Është ekip që pëson shumë pa gola. Jam krenar për të gjithë. Thot Silvinjo, vendimi për Uzunin dhe Bajramin e mora 10 minuta pasi kishte nisur pjesa e dytë. E di që ka diskutime në lidhje me Bajramin, por është golashënuesi më i mirë i skuadrës që kemi aktualisht. Hiq kapelen edhe Uzunit. Flas me të gjithë lojtarët, festuam shumë. Brojën e pash pak të inatosur, nuk e di. Do flasim brenda nesh, ka kohë, kemi edhe 3 ditë nga Anglia, nuk e kuptova. Kur përfundoi ndeshja isha shumë i shqetësuar, pyeta Dorivën si përfundoi Angli-Serbi. U shpreh trajneri Silvinjo pas fitores së arritur në Andorra. Ndërkohë një video interesante ka të bëjë me atë se çfarë ndodhi në fundin e ndeshjes, ku të gjithë lojtarët në përfundimin e saj shkojnë dhe takohen me presidentin e federatës Armand Duka, i cili i përgëzoi Shoim Strakoshën, Ajetin, Mitajn, të cilët takohen, përqafohen dhe urojnë njëri tjetrin për këtë sukses. Por ajo që është interesante është fakti se Broja, i cili pati një moment kritik pas festës së ekipit kombëtar, i cili qëndroi në stol, ishte hyse kapiteni që e mori për të festuar me të gjithë të tjerët, ndërsa Broja ishte me lot në sy. Ktu kemi momentin që sërish Broja përpiqet të shmanget nga lojtarët e tjerë duke mos u takuar me presidentin e federatës Duka. Ktu është momenti ku Broja kalon dhe nuk i jep dorën. Duket sikur ka një situatë tensioni në ekipin kombëtar, ndoshta Broja e ka me veten e tij për performancën e dobët që pati në fushën e blertë në pjesën e parë në ndeshjen kundër Andorrës.